Asalamu alaikum të dashur miq, kjo është emisioni Këndi i Diskutimit. Do të flasim edhe sot për botën virtuale, do të flasim për platformat online dhe mënyrën e shfrytëzimit të tyre, por kësaj radhe nga këndi fetar të shohim se çfarë është qasja e fesë lidhur me këtë temë. Me ne në studio është Hoxha Lokman Hoxha, mirë se vjen, i nderuar. Mirë se vjen, bujar, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jemi bashkë në këtë emision dhe për trajtuar këtë temë për çka ju jeni mjaft aktiv në botën digjitale, themi. Gati kemi kalu krejt andaj. Si shihni hoqë këto platformat në jetën e përditshme, të cilat po zhvillohen çdo ditë më shumë? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Si gjithnjë Allahun e lartësuar falenderojmë dhe lavdërojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit tonë të dashur ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe atyre që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e gjykimit. Edhe prej falëndrimit ndaj Zotit është lehtësimet që na i ka dhënë në këtë jetë. E prej këtyre lehtësimeve është edhe digitalizimi i shumë aspekteve jetësore, që e ka lehtësuar definitivisht jetën e njerëzve, komunikimin mes njerëzve, e ka ofruar të largëtin, anipse afekti negativ edhe të afërmit pastaj ka largu. Njerëzit janë me një dhomë dhe secilin telefon të vetin. Po në anën tjetër me të vërtet ka lehtësime, mjafton e mira e lajmeve. Domethënë çka ndodh atje në fund të botës, shpeshherë e merr vesh para se ta marrin vesh banorët e vendit, për shkak të transmetimit të lajmeve. Shpejt. Mas komunikimi, tregtia, bizneset, ndihma, solidariteti, shumë aspekte dorë në zemër. Po për besimtarët çfarë mundësish, çfarë sfidash ka sjell bota online? Po gjithsesi edhe për besimtarët, duke qenë se ata janë pjesë e komunitetit të shoqërisë, i përfshin e njëjta gjë, dobit cilat i marrin njerëzime dhe besimtarët kanë, duke shtuar edhe ato gjëra specifike, e që për besimtarët dituria ka shumë vlerë. Teknologjia, digitalizimi, diturin, domethënë ka mundësu shumë afër dhe shumë shpejt, ka digitalizuar çdo gjë, janë afruar hoxhallarët, dietarët, komunikimi me ta, përcjellja e ligjëratave kështu me radhë, ndjekja e mësimeve fetare të shumta, që nuk ka nevojë tashmë me udhëtu shumë larg sikur që ka qenë më herët, përzgjedhja e ligjëratave të ndryshme. Mjafton tash, domethënë po e shohim çabën prej shtëpisë, është një kënaqësi kjo, krejt digitalizimi e ka bë këtë mundësi. Dhe sfidat janë sikur për gjithë njerëzit, sidomos me rrjetet sociale, humbja e kohës, ndonjëherë pakujdesia në të shprehur, komunikimi jo i duhur, gjëra të cilat janë të ndërlidhura me shoqërinë. Që duhet pasur kujdes. Te hoq, sigurisht për këtë do të flasim më gjerë dhe më vonë te aspekti i marrjes së dijes fetare përmes platformave online, por do doja të ndalemi pak tek disa çështje që i kemi trajtuar nga aspektet ndryshme profesionale, aspektin online. Ndalemi tek rregullat fetare për çështjen e blerjeve online, të cilët tashmë janë në trend. Vërtet tash sot domethënë edhe për shtratit nuk ke nevojë me uçu, po për të mërrit gjanat në dhomë të fjetës edhe në kuzhinë. Që është një lehtësim, ndërkohë që ndoshta i ka edhe kjo efekte negative në aspektin social që ekspertët mundin me folë më mirë, puna e dembelis, puna e aktivitetit fizik, domethënë të pamjaftueshëm. Por si do qoftë, është një lehtësim i madh dhe në aspektin islam, shfrytëzimi i teknologjisë në esencë nuk ka ndonjë ndalesë. Teknologjia, domethënë si bazë, si esencë, digitalizimi është pjesë e jetës dhe në islam gjërat që kanë të bëjnë me jetën, me aktivitetet ditore, në esencë janë të lejuara dhe nuk ka nevojë të sjellim argumente nga Kurani dhe Suneti për të dëshmuar lejueshmërinë, sepse Zoti i Madhërum na ka dhënë këtë jetë për të jetuar me të, për të vepruar. Kur janë çështja të adhurimit, ritualet, aty duhet jemi pak më specifik në argumentime. Dhe se këtill konsiderojmë që shfrytëzimi i platformave, digitalizimi në esencë në aspektin fetar janë të lejuara, dhe pastaj varet nga përdorimi. Nëse përdoret për diçka që në fenë tonë është e pranuar, është në rregull plotësisht, nëse ajo keq përdoret,
bëhen gjëra të cilat janë të ndalume, atëherë edhe shfrytëzimi i asaj teknologjie, asaj platforme nuk lejohet. Kur jemi te shitblerja, tregtia, e cila është e lloj-llojshme dorën zemër, prej ndoshta ma thjeshtave dhe ndoshta ma amatoreske, te ne hala nuk është shumë në trend sikur që është në botën e zhvillume. Për shembull porosit që bëhen nëpërmjet rrjeteve sociale, Facebookut, Instagramit, vjen posta, pastaj bëhet pagesa me cash e kështu me radhë. Hala është në trend kjo, ndërkohë që ka zhvillu pak do të thënë aspekti pagesave online dhe porosia. Këtu ka diçka që mund të mos shkoj, që nuk është në rregull, që duhet ta dim. Në përgjithësi është në rregull. Në përgjithësi është në rregull. Ajo që është e rëndësishme në Islam te shitblerja është që nuk lejohet të shitet një produkt që nuk është në pronësi të shitësit. Domethënë, nëse shitsi në rrjete sociale bën marketing, shfaq, ekspozon një produkt të caktuar, duhet të jetë pronar i atij produkti që të ketë drejt fetarisht me ashit dikujt që e bën porosin. Kjo si rregull e përgjithshme, i dërguari Allahut ka thënë: "La tabi ma laysa indak", mos e shit një gjë që ti nuk e ke. Domethënë kjo në gjendjen e thjeshtë të tregut, ku domethënë tregtarët janë të shfaqur në treg edhe nuk lejohet me shit produktin që ka dikush tjetër. Pra me ndërmjetësime është fjala? Jo, fjala është që për shembull vjen klienti dhe don një produkt. Një makinë, një pajisje, diçka. Dhe ti të beson si shitës dhe thot du ta blej këtë produkt. Dhe ti nuk e ke atë produkt. Dhe i thu në rregull është mirëm i vesh se e din që fqini e ka produktin. Ose ndoshta edhe shihet. Dhe thot po, në ta shes makinën, ta shes pajisjen, të cilën nuk e ka, mirë, çka ndodh, tash ky ja shiti klientit, atë që se ka. Shkon me e marrë të fqinje, a i thot, e kam të shitur, ose nuk e kam. Dhe tash krijohet një konflikt. Për mos marrë të kjo situatë, atëherë nuk lejohet me shit diçka që nuk e ke në pronësi. Pra edhe nëse është i sigurt se mund të furnizohet me atë produkt. Tash janë disa detaje specifike që te shitblerja online vijnë disa toleranca fetare. Tash, ky parim mos shit gjën që nuk e ke në pronësi, nën kupton që nuk lejohet me shit një gjë konkrete, fizike që dihet. Për shembull, tash padesh me bërë reklama, po janë këto platformat që shesin produkte personale, si me rrjepje të ngjashme. Dikush e shet bicikletën, makinën, gomat e veturës e tjerë, dhe i ekspozon atje. Tash unë kam një platformë tjetër online që i marr këto fotografi dhe i postoj te platforma ime. Edhe i prezantoj për me i shit. Kjo nuk lejohet. Për arsye se jam duke shit diçka që është pronë dikujt tjetër. Edhe janë gjëra konkrete. Por nëse unë në platformën time, sikur tash edhe ma konkretisht flasim, është që quhet sistemi dropshipping, ku në platformën time ekspozoj produkte, fotografi, pamje, imazhe, por jo të gjërave konkrete fizike që dikush i ka në pronësi. Por si shembull, si mostër, si model i atij produkti. Për shembull, një parfum, një orë, një telefon, që fotografia që është në platformën time nuk është se jam duke shit pikërisht atë produkt me atë seri, me numër seri të atij produkti, por është një mostër e qindra mijave produkte të atij lloji. Kjo lloj shitblerje, domethënë nëse shesim diçka që nuk e kemi në pronësi, dhe ajo është produkt konkret, fizik, në pronën e dikujt, kjo nuk lejohet. Nëse shesim një produkt që nuk e kemi në pronësi, por e ekspozojmë vetëm si mostër, si model, që zakonisht kjo ndodh në rrjete sociale, por është edhe kjo gjëja konkrete, prandaj duhet me bë dallimin. Atëherë, lejohet me e shit, edhe pse nuk e kemi në pronësi, sepse nuk jemi të e shit fizikisht atë produkt, por jemi të ekspozu si mostër, si model, që kur të bëhet porosia, do të asillim atë model me ato cilësi të përshkruara, me atë dizajn, me atë kualitet, në kohën e caktuar dhe në adresën e caktuar. Edhe kjo ka ndodhur qysh në kohën e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, bej'u selam.
ku i dërguari Allahut erdhi në Medinë dhe i gjeti banorët e Medinës, të cilët parapaguanin, bënin pagesa të produkteve, të rendimenteve një vit më para, të hurmave, të rrushit e kështu me radhë. Gjëra të cilat nuk janë në pronësi. Por hurma të këtij lloji me kaq kilogram, në këtë datë, në këtë adresë duhet sillen. Kjo lejohet, edhe pse se kemi në pronësi, por jemi duke shitur modelin. Me kusht që të jetë përshkrimi sakt dhe me kusht që të bëhet parapagesa me rastin e porosisë. E që edhe kjo realisht ndodh në platformat online. Megjithëse te ne ka platforma online që nuk bëhet pagesa, se përmendëm, vjen postieri dhe postieri t'ja jep parat. E kjo tani është pak problem. Nëse edhe kjo tash në elaborim ka versionin që e bën të lejuar, por duhet konceptet me i pas parasysh. Dhe në këtë rast postieri i bie si i autorizuar për të marrë pagesën, apo si shpjegohet? E tash. Vetëm ta përmbyllim këtë që të mos lëmë ndonjë paqartësi. Pra kur e kemi produktin, jo në pronësi, por është model dhe mund t'i marrim prej platforma tjera që janë furnizuese, prej shitësve, prej kompanive prodhuese. Ne marrim modelin, pastaj kur neve na bëhet porosia dhe bëhet pagesa aty për aty, atëherë na kemi të drejtë me ble produktin në fjalë dhe me sjell klientit në adresën e duhur edhe me këtë jemi në pajtim me shitblerjen Bejos Selam. Tash, nëse pagesa nuk bëhet online, kur bëhet cash, në këtë rast çka po bëhet? Po bëhet porosia për një produkt që personi nuk e ka, e që fetarisht nuk lejohet me shit me pagesë të vonuar produktin ti që nuk e ke në mungesë. Që e ke në mungesë, domethënë që nuk është fizik. Sepse në Islam, kur bëhet shitblerja, janë disa forma. Më rëndëmta me standarde është produkti ekziston edhe pagesa ekziston. Edhe bëhet shkëmbimi aty për aty. Jepen parat, merret produkti. Edhe kjo s'ka problem. Ndodh që produkti është prezent, parat nuk janë. Dhe kjo është shitja me këste, shitja me vonesë. E merr produktin dhe e paguan në afate të caktuara. Pagesa është vonuar. Dhe ajo që e folëm në fillim, produkti nuk ekziston, por paraja ekziston. Bëhet parapagimi e pastaj produkti vjen në afatin e caktuar. Të tri këto rastet lejohet. Nëse të dy palët janë në mungesë, kjo kontratë në Islam nuk lejohet. Nuk lejohet me bë një kontratë me dikë për një produkt që nuk e ka dhe për pagesë të mëvonshme. Ne po bëjmë kontratën, po nënshkrujmë gjëra, as ti nuk e ke produktin, as unë nuk i dorëzoj parat, kjo në Islam nuk lejohet. Patjetër njëra palë duhet të dorëzoj diçka për ta detyruar palën tjetër me sjell qoftë pagesën, qoftë produktin. E tash në këtë rastin që pagesa këto blerje që bëhen në Kosovë, pra vje produkti dhe pastaj bëhet pagesa cash. Mirë, aty mund ta ketë produktin pronari. Kjo është në rregull. Kjo është në rregull, s'ka problem. Problemi është nëse nuk e ka produktin dhe pagesa nuk bëhet, është problematike në esencë. Për të toleruar kjo, atëherë duhet ose për shembull në platformën që ka dikush me shënu atje të përshkrimet e rregullat që produktin nuk e kemi, ose spaku duhet ta kenë të qartë të dy palët që kjo porosi nuk llogaritet shitblerje. Po le të jetë vetëm një porosi mirëkuptimi, pastaj shitblerja realizohet në momentin e arritjes së produktit dhe pagesës në qast, e në atë rast postieri është autorizuar i kompanisë për ta çuar produktin. Çka do të thonë kjo? Kjo i bën që gjatë procesit të komunikimit ne nuk kemi bërë shitblerje. Në kuptimin që nëse nuk realizohet që është shitblerje, asnjëra palë nuk ka të drejta pa ditë të tjetrën, me thënë nuk ma ke realizu shitblerjen. Sepse nuk guxojmë fetarisht ta konsiderojmë shitblerje diçka që nuk e kemi as pronën, as pronësinë, as produkt, as pagesën. Pra nëse e lëjmë fleksibil e që kjo i bjen pastaj mundet me u kthy malli, sepse s'kemi bërë shitblerje, e nëse dikush thotë jo, nuk pranoj me kthy mallin, atëherë ti veç pe llogarit shitblerje. E këtu s'bën. Pra duhet
duhet me konsideru, duhet me qenë të hapur që ky proces është proces negocimi, mirëkuptimi, deri në momentin kur realizohet dorëzimi dhe pranimi. Nëse ne në transakcion e konsiderojmë që kjo është obligim dhe ti nëse nuk e bën pagesën, unë muj me të padit, atëherë realisht kemi bë kontratë, shitblerje, kjo nuk lejohet në Islam. Dhe në anën tjetër ka edhe investime online që mund të bëhen. Cilat duhet jenë ato kriteret kyçe që duhet pasur parasysh, sepse disa prej tyre shpesh janë edhe të paqarta. Edhe fusha investimeve është bajegi fushë madhe dhe tashmë kjo dorën zemër digitalizimi e ka lehtësuar shumë. Ani pse investimi në shoqëri aksionare, në projekte madhore, është bajegi i vjetër, qysh prej kur kanë fillu bankat dhe sidomos bankat investive, ku njerëzit kanë paratë të tyre, kanë kursimet e tyre, po jo të gjithë e kanë aftësinë apo guximin, apo dijen me i menaxhu ato dhe me i investu. Dhe janë projekte të caktuar, kompani të caktuar, biznese të mëdha, të cilët thonë ne kemi idetë, kemi stafin, kemi projektet, investoni tek ne. Domethënë kjo në investimi më i thjeshtë. Qa duhet me pas parasysh gjithsesi duhet me ditë që, ose duhet me pas kujdes, nëse projekti që po kërkon investime është halal. Nëse është projekt ndërtimtari, është projekt fabrik, prodhem, pajisje, gjëra të cilat janë të lejuara, s'ka problem. Por nëse është, po ezojmë, kazino, është projekt industrie haramit, e kështu me radhë, normalisht që nuk lejohet investimin e ta. Gjithashtu, ka situata që projekti është halal në esencë, është kompani me produkt halal, me shërbim halal, teknologji, e kështu me radhë, por kompania mund të ketë një aktivitet të haramit. Për shembull, mund me marrë kredi, apo mund me depozitu parat e fitimit të tyne në banka apo në projekte të haramit. E tash, a lejohet me investu në kësi lloj kompanish, që tash bëhet kjo nëpërmjet berzave, nëpërmjet teknologjisë dhe aksioneve, që përpara që e përmend më herët, është desht me ditë këtë, me qenë biznesmen i njohur, tash me aplikacione mundet njeriu me investu edhe shumë të vogla. Fetarisht disa dietarë janë më rigorozë dhe thonë që përderisa kompania merret me aktivitet haramit, nuk lejohet me investu sepse paranë tonë ne duhet me investu vetëm në halal. Po të pas parasysh që sidomos këto investimet online aq shumë janë përhap dhe janë një lehtësim i madh për njerëzimin, disa dietarë janë më fleksibel e kanë lejuar me disa kushte dhe kanë thënë që nëse projekti, biznesi, kompania në esencë është halal, produkti dhe aktiviteti bazik është halal, por në aktivitetet të tyre mund të ketë 1% të haramit, ka tolerancë nëse aktiviteti haramit është më pak se 30 apo 25%, dhe po ashtu me kusht që nëse të hyrat e haramit janë më pak se 5%, kushti i dytë, dhe i treti me kusht që aksionari që investon në të, kur të merren dividendet dhe fitimet, e bën spastrimin e fitimit të vet proporcionalisht me përqindjen e aksioneve që ka dhe hisën e tij në kompani. E që kjo ka tani një formulë, që ndoshta këtu s'mujmë krejt me elaboru, por në raste individuale konkrete, dhe me thënë, mujmë me i bë këto sqarime. Ka tolerancë që nëpërmjet tashme aplikacioneve investon në një kompani serioze, konkrete, se tash sigurisht duhet me folë për këto anën fiktive, skemat, mashtrimet që janë gjithandej, por në esencë, kompania është reale, produkti është konkret, fitimi që gjenerohet mund të ketë pjesë harame, duhet me u hjek ajo pasuri dhe me u dhënë pasaj për bamirësi, çka do që është në dobinë e shoqërisë. Dhe në anën tjetër është edhe investimi në kriptovalutat. Si është qasja e fesë islame për këtë tregti moderne? Po, edhe kriptovalutat janë një sistem i ri bashkëkohor, i cili më tonë të bëhet paralel me sistemin monetar, ndoshta në një të ardhme dhe jo veç paralel, po i vetmi edhe
edhe pa konkurrencë ndoshta. Por besoj që për këtë duhet të kalojë një kohë gjatë. Është një sistem shumë kompleks edhe për popullatën në masën e thjeshtë, gjërat komplekse nuk janë praktike. Pa u thjeshtësu shumë nuk mund me hynë funksion. Mirë po për njerëz e fushës, për njerëz që kanë gatishmëri, është një fushë që sidomos për rinjt që njohin teknologjinë, një mundësi e mirë për të kyçur në to. Por tash për me fol pak në aspektin fetar, kriptovalutat, në esencë se njerëz mund me pyet ajo si mund me qenë para, si mund të qenë valutë kur është krejt diçka fiktive, është digjitale, janë numra, nuk ka para, nuk ka burim të asaj e kështu me radhë. Gjana që janë me të vërtet pyetje me vend që duhet me i bë, por nëse kuptojmë sistemin financiar, sidomos këtë që tani jemi, nuk ka shumë dallim. Realisht tashmë te ne parat cash janë begi në përdorim, po në botën perëndimore, po edhe te ne në shumicë janë pagesa digjitale, me kartela, tashmë edhe kartelat në telefon apo në orë, dhe nuk sheh kush para me sy. Ato çka janë krejt janë numra digital. Ajo që ti e sheh në llogarinë bankare në aplikacion, ti ke në kontën tënde 200, 300, 1000 euro, thjesht është 1000, numër digital. Nuk ka para konkrete cash. Po dhe po të ishte letra, pse letra ka vlerë të vetën, fuqinë e paras e bën kush? Fuqia ati shtetit, ekonomia ati shteti dhe besueshmëria që shteti ja jep asaj kartë monedhe. Ndryshe paraja letra si letër nuk është e vlefshme. Ose monedhat metalike kështu me radhë. Pra e njëjtë sikur paraja metalike, si kartë monedha, sikur numri digital nuk kanë vlerë në vetvete. Nuk janë ari, nuk janë argjend, nuk janë diçka që njeriu nëse e ka në dorë përfiton prej saj. Por fuqia e shtetit e bën ato të vlefshme. Tash kriptovalutat janë një sistem i cili thot numra digital për digital, edhe ne kemi numra digital. Vlefshmëria e këtyre numrave digital të parave, eurove, kështu, është fuqia e shtetit dhe besueshmëria e shtetit. Për ne është fuqia e komunitetit dhe besueshmëria e teknologjisë. Dhe për shumë njerëz, kjo mund të jetë edhe më e fuqishme se e shtetit, sepse shtetet thonë mund të manipulojnë, mund të bie vlera atyne, dhe përderisa ne kemi një teknologji e cila është e sigurt, e pamundshme për të korruptuar, e pamundshme për të hakuar, e pamundshme për të do më thonë, ata që nuk besojnë thonë hek prej shtekerit, jo, edhe me hek, edhe ai i cili e ka kriju, po e hoqi kompjuterin e tij prej shtekerit, do më thonë nuk mundet me ndalë se sistemi i tillë blockchaini është i krijuar në atë mënyrë që besimin ja jep komunitetit dhe teknologjisë. Dhe përderisa ekziston komuniteti dhe teknologjia, kjo lloj valute digjitale do të jetë në ekzistencë. Kur zhduket interneti, teknologjia, atëherë, do më thonë, mund të bij kjo, por atëherë bota merr krejt kahje tjetër. Dhe çështja e fesë është investimi në këtë? Për shkak që kjo ka të bëjë me teknologji, dhe teknologjia në shumë fusha është thjeshtësu, ju ka dhënë mundësi shumë njerëzve me bë kriptovaluta prej asgjëje. Ndërkohë që fillimi i parë, sigurisht se Bitcoini, ka qenë më i thjeshtë, më i lehtë, tash vazhdimisht ai shkon duke u ngarku, duke u vështirësu dhe duke u vënë krijimi një Bitcoini. Por në kohën kur është bërë, njerëzit nuk e kanë ditë përveç ai që e ka kriju. Dhe atë sistem tash ai vazhdon tutje, por kanë dalë sisteme të tjera paralele të kriptovaluta që e kanë thjeshtësu krijimin digital, nëse mund të themi me një klik, sidomos tash me AI, me inteligjencë artificiale, e tash këto ja hupin besueshmërinë edhe vlerën, sepse një gjë e cila bëhet shumë lehtë, shumë shpejt dhe mund të manipulohet, ajo tani mos ka vlerë. Bitcoini pse ka vlerë? Se nuk mundet më manipulu.
mënyra se si ajo krijohet dhe del në ekzistencë, teknologjia e cila përdoret, është shumë e sigurt dhe sa më shumë që zhvillohet ajo, sa më shumë ngadalësohet, që jep vlerë më shumë, sikur se ari dhe argjendi. Po të gjelim se cilin oborin në vetë ari dhe argjend, do të binte vlera. S'ka vlerë. Por minjerat dhe zbulimi tyre dhe hulumtimi i arit të argjendit ose i arit më shumë është më i ngadalshëm, më i rrallë e bën atë më të vlefshme. E tash, e njëjta ndodhet te kriptovalutat. Ato që krijojnë lehtë, shpejt, sa për komunitetin, thjesht nuk kanë vlerë dhe realisht fetarisht janë të ndaluara. Ndërsa ato kriptovaluta që krijohen së pari me ekip serioze dhe në vete përmbajnë një shërbim për njerëzimin, sepse tash si sistem digital, ato i japin njerëzimit shërbime. Për shembull, ka kriptovaluta të cilat përdoren për të ruajtur dhanat. Ka kriptovaluta të cilat përdoren për të regjistruar, për shembull, tapijat, pronat. Dhe nëse një pronë po e zëmë regjistrohet në sistemin blockchain, sa të ekzistojë teknologjia, do të dihet pronari asaj prone. Edhe nëse ndron pronari dhe regjistrohet e dhëna e dytë e kështu me radhë, dhe pas 1000 vjetëve, ato dhëna janë të ruajtura. Tash kjo është vlerë, është diçka që mundemi me investu në ta. Cilat janë ato zakonisht, ato që janë të ndalume, edhe quhen meme coins. Do të thonë kriptovaluta, coina të shakas, të lojrave. Njerëzit i krijojnë me një figurë interesante, ndonjë kafshë apo diçka, ndonjë imazh, dhe fuqia që e influencerit i cili e promovon atë dhe komunitetit që kyqen në të, e bëjnë asaj më rrit vlera, dhe qëllimi është që njerëzit ta shohin që ka rrit vlera, dhe sa të hyp vlera, ata që kanë në pronësi e shesin, të tjerët e blejnë të menu se ajo që rritet shkon të rrit, realisht e nesër bjen edhe humbet e gjithë. Pra duhet pasur kujdes. Shumë duhet pasur kujdes, prandaj edhe ata që edhe kur flasin edhe në YouTube, ndoshta edhe këtu në emision, domethënë bëjnë atë disclaimer, atë njoftimin se na nuk kemi të dhënë konsulenca financiare, po thjesht një vetëdisim rreth këtyre gjanave, që me hek përgjegjësinë prej asaj se dikush mund me marë si mendim edhe nesër. Dështimit të mundshëm. Po. Edhe këshillojnë që, domethënë, mos investo ato për cilat ti, domethënë, nuk flen rahat. Diçka që janë duke nejt, nuk i ke shumë të nevojshme për eksperiment, po. Po shumica e njerëzve dështojnë sepse nuk dinë. Ata që dinë janë pak. Prandaj duhet pyesin, sidomos besimtarët. Edhe në aspektin e fetarisë, lejueshmërisë, se ka shumë problem, masnej edhe procedurat, edhe këto që janë halal, procedurat e tregtimit edhe investimit, ka rregulla të lejueshmërisë dhe të ndalesës. Do të thënë, fetarisht valutat, monedat kanë një sistem të tregtimit ndryshe nga ajo që folëm me produkte, me gjëra. Lejohet vonesa, pagesa, në valuta duhet të dy palët pa tjetër me dorëzu dhe pranu kundër vlerën aty për aty. Çdo vonesë fetarisht është ndaluar. Mirë, do të ndrojmë kahje të kësaj teme, në fakt do të mbetemi tek aspekti online, por do të ndalemi te mundësi tjera që ofron për besimtarët, që është mësimet fetare që mund të marrim online, por këtë pjesë do të trajtojmë pas pak të dashur miq. Vazhdojmë të dashur miq me këndin e diskutimit me Hoxhën Lokman, po flasim për mundësitë që ofrojnë platformat online dhe tani kemi arritur tek një pjesë tjetër, por Hoxh, unë doja edhe pak të ndalemi te mundësitë e investimeve online, sidomos te skemat e fitimit në formë piramidale. Si shpjegohen këto dhe a janë të lejuara sipas fesë? Gjithsesi, teknologjia ka lehtësuar këtë gjë, edhe ka lehtësuar edhe mashtrimin më shumë,
sidomos gjeneratat të cilat nuk janë shumë të njohura me teknologjinë, dhe joshja ndaj tyre dhe tërheqja kësaj kategorie të njerëzve është bërë shumë e lehtë për mashtrim. Realisht, ajo shumë platforma tashmë ka dhe sa demaskohet një platformë del tjetra me një dizajn pak më ndryshe, me një ide pak më ndryshe, sa produkte ushqimore, sa produkte elektrike, dhe domethënë edhe në Kosovë shpesh një popullata është prej këtyre skemave. Në veçanti që është mirë me theksu, sidomos për këtij mediumi fetar, që shfrytëzohet fetaria e njerëzve. Ndoshta ndonjëherë nëpërmjet figurave, keq përdoret realisht. Ndoshta nga padia, sepse me të vërtetë në shikim të jashtëm, unë kam pasur edhe biseda me kolegë të mi që nuk më ishin me u bind pse ndalume, krejt në rregull është biznes, tregti, blen, qet, fitim, qera. Ajo është me të vërtetë e kamufluar aq bukur, por realiteti është se nuk ka as produkt, as shërbim. Po fitojnë njerëzit, po marrin e vërtetë, se njerëzit investojnë, ai fut 200, 300, 1000, 10.000, dhe tjetri i fut 100, 200, 3000 e tjera, dhe prej shumave që mbledhen, ai dikujt i jep fitim që tërheq, po jo të gjithë njerëzit tërheqin fitim. Dhe normalisht që ka një buxhet të mjaftueshëm me i dhënë kënaqësi njerëzve se janë duke fitu. Realisht ata janë duke nxjerr parët e tyre dhe për te i parave të tyre, investimit që bëjnë, parate të tjerve. Duke ditë se jo të gjithë i tërheqin. Nëse të gjithë kishin me i tërheq parat, aty me njëherë del error, mbyllet platforma. Prandaj duhet me pas shumë kujdes. Në veçanti në kohën e sotme dhe me anë të kriptovalutave që është pak më e vështirë pastaj për shtetin dhe policinë financiare me ndjek, domethënë janë duke shfrytzuar terrenin për të mashtruar njerëzit. Prandaj duhet me pas shumë kujdes. Dhe në anën tjetër, besimtarët kanë mundësi që përmes platformave online të marrin edhe mësime fetare. Por cila është mënyra më e mirë, më e sigurt që të shfrytëzojmë këto platforma për të mësuar për fenë, ku ka rreziqe e kështu me radhë? Shumë e vërtet, një lehtësim shumë i madh, një mundësi shumë e mirë, sidomos për dashamirët e flak të dijes, të cilët me shumë dëshirë kishin pas qef me shku në vendet e burimit të dijes, por për arsye të ndryshme që ua pamundsojnë arritjen, dija atyre burimeve ka mri edhe në afërsi tonë. Por për shkak që është jetë digjitale dhe nuk ka ndonjë cenzur globale, interneti është i hapur me çdo gjë, çdo kush prej atje foteles vetë dhe podrumit vetë dhe nënkulmit vetë apo kudo që është, oborrit vetë, del edhe mundet me dhënë dije. Pastaj njerëzit me oratoritë e tyre, me mundësitë joshje për ta promovuar dijen, munden me josh njerëzit të cilët nuk dinë me vlerësu nëse është ajo e saktë apo e pasaktë. Prandaj duhet me pas kujdes, edhe mendoj që piknisja duhet me qenë prej hoxhallarëve vendor. Një djalë shiri, një vajzë e re, apo edhe më shumë që i ka qelë zemra për të mësuar dhe marrë dije, le të niset prej hoxhës së lagjës, shtëpisë, rrethit ku jeton. Sa ai spaku është më i besueshëm. Dhe duke qenë se është hoxh, është në një nivel më të lartë të dijes se ai fillestari. Dhe por ndërkohë që ai ndoshta nuk e ka dijen dhe kapacitetin që e ngop personin dhe thotë unë du për te kësaj. Ai mund të mos jetë aq i ditur për t'ia shpjeguar librat që ky don. Mirpo është aq i ditur për t'ia dhënë referencat e duara dhe të besuara. Dhe për ta orientuar thënë djalë i ri, vajzë e re, ke kujdes. Po, ka hoxhallar të ndryshëm, por këta janë që i përbahen rrugës së vërtet, rrugës mesatare, rrugës e cila as nuk shpihen në ekstremizëm, por as nuk ta bën fen, domethënë me lehtësime që dalin përtej kufive të lejushmërisë, dhe nga kjo piknisje. Pastaj janë edhe platformat që kanë tregu besueshmëri. Sigur se tash ne që jemi këtu në PIS TV për shumë vite, me dekadë, gjithë hoxhallarët që kanë dalë këtu dhe vazhdojnë të japin mësimet, të tillët në kudo platformat
tjera private apo në institucione ndryshme, kanë besueshmërinë e vet. Dhe domethënë platformat që sillen rreth hoxhallarëve tanë. A mund të kemi garancion për secilin 100%? Jo, por e përgjithshme është hoxhallarët të cilët janë të besueshëm, janë brenda institucioneve, sidomos ne që kemi Bashkinë Islame, por edhe ata që janë të jashtëm brenda institucioneve të tyne, të shteteve të tyne, të organizimeve që kanë referenca të besueshme, atëra ajo është një lloj garance se dia që merret është e saktë. Por interneti shfaqet gjithçka. Dhe njeri mundet duke u limtu diçka krejt të drejt, institucionale, serioze, del aty një link, del aty një koment, diçka që e tërheq. Dhe nëse vret që është diçka pak më ndryshe nga ajo standardet që e kemi mësu, mos mendo që patjetër është e vërteta. Se ndonjëherë njerëzit janë prirur me thënë që ata që janë hoxhallarë institucionali përmbahen institucionit, janë më të kujdesshëm, jo vazhdimisht e thonë të vërtetën, ndërsa ata që janë jashtë institucionit e kanë guximin e thonë të vërtetën, janë trima e kështu me radhë, që ka pjesë realitetit kjo, por jo gjithherë është e sakta. Ai mund të jetë trim edhe guximtar, po të jetë i huqur në mendime. Prandaj nëse ka diçka që është jashtë asaj të zakonshme, është gjë e re që e ke dëgju, konsulto me hoxhën. Jemi të folë për lehtësimin digitalizim, cilin do hoxh vendor, sot e ke në shuplak dorës. Ndoshta s'përgjigjet më njëherë, po nesër vjen përgjigja se janë të zënë. Po flasim për shoqërinë tonë, Kosova ka shumë hoxhallar. Alhamdulillah, domethënë është begatia e Allahut që kemi shumë hoxhallar, edhe tërësisht besueshëm, me referenca të besueshme, në rrugë të drejtë, nuk kemi nevojë fare, domethënë as medalje jashta. Dhe këta hoxhallar pra janë vazhdimisht aktiv pranë, siç e përmendët edhe ju në platformat online, dhe çka këshilloni ju për besimtarët, sa duhet të jenë më aktiv për t'i ndjekur këto ligjërata, për t'i ndjekur këto mundësitë, seminare të ndryshme që ofrojnë hoxhallarët, sepse është mundësi e veçantë kur nga shtëpia mund të ndjekësh një ligjërat fetare. E vërtet bujar, po kjo teknologjia tash po na kushton pak neve hoxhallarëve, se s'po na vin xhamati. Po thojmë prej shtëpie hoxh na knaqe, mu bile sa ta hoxh na knaqe në televizor. Po duhet një orë për parësit që ofron pastaj ardhen në xhami. Po që knaqet elhamdulillah. Ja pak shaka, po realisht nuk ka si mësimi me gjurmë thyrë dhe të ullur para hoqës. Ajo është esenca, ajo është baza. Por ne kuptojmë realitetin që jetojmë, dinamikën e jetës, largësin tash ty të pëlqen një hoqë i cili është largë edhe nuk mund me shku. Të pëlqen një hoqë problem se nuk ka parking të xhamia ku ti don me shku, po e zon. Janë disa vështirësi ose termini i dersit kur është hoxha, ti jenë punë. Dhe mira është që ai ders kryesisht po besojnë në tërësit madhe, incizon edhe i jepën në platforma pasaj të ndryshme. Duhet mendoj se cili xhamatli, djalosh i ri, më shumë, grua, nan, me gjetë një kohë që me ju përkushtu disa ligjëratave online. Duke qenë se ka shumë, ka lloj-llojshmëri, tematika ndryshme, temat cilat nuk janë për ndoshta krejt fillestar, ose temat të cilat ndoshta për një kategori që veç kanë kalu vite në islam, tashmë janë të përsëritura, ka për secilin fush, për secilin në nivel të dijes, hoxhallar të cilët japin diçka të mjaftueshme. Nuk besoj që sot mundet me thonë dikush, s'ka ligjërata për mu. Nuk e di, edhe maj diturin në koft ka ligjërata për të në gjuhën tonë. Fundja ka pasaj në gjuhë angleze, në gjuhë arabe, nëse ka arrit në një nivel. Po duhet me pas mendoj që spaku një ligjërat në javët, serioze, kanë fjallë me dëgjim serios, me e përcjell. Për ndryshe, gjatë rrugës, në punë, vajtje, ardhje, lëvizje, tashme kemi dhe radio kriterën në radio, që ka mjaft këshilla, ligjërata, por edhe telefonat i kemi me vete, e zgjedh serinë e caktume, e lëshon YouTube, playlistën, edhe ndjek një seri të plot, pa i dhënë shumë përkushtim. Tash, kjo nuk është dije mirëfillt,
Se ajo që merret jo me përkushtim, diçka mëson, diçka harron, ky që është, domethënë, vëmendja të kapet në një pjesë të temës e cila është elaboruar nga fillimi dhe nuk e kap si duhet, po është më mirë se sa me dëgju gjanat jo dobishme ndoshta për shoqërinë. Dhe në anën tjetër, sa duhet të jetë aktiv besimtari në rrjetet sociale, të bëjë një share, të krah një ligjërat. Në sens, shumica e njerëzimit janë më pasiv. Zakonisht ata që janë më aktivist, që kanë fetarin përveç pjesë praktike tjetër, se kanë edhe si kauzë, më me thënë, ata janë më aktiv, duke i bërë ndoshta edhe shkputjet e xhallarëve, duke i bërë shpërndarjet e mësimeve, duke njoftu ligjëratat vende të ndryshme. Por kjo janë, mendoj, prej shoqërisë, të nësi pakic. Edhe zakonisht është e logjikshme, jo gjithë njerëzit merren me share, me shpërndarje, por diçka që të pëlqen, mund ka pëlqy një herë kur ishim akoma në marrjen e dijes një hoxh i joni, që mësonim, thoshte, duke ditë arabishtën, mu më vjen shumë keq kur e ndëgjoj një mësim, një citat, një tekst të një dietari, dhe kuptoj që të mos ja transmetoj popullit tim atë gjë. Realisht, ajo është nisë në rrugë, është, domethënë, hoxhe, ka temë, ka uzë, punë, jetë. Jo, gjithë njerëzit e bojnë këtë, por kjo mundësi. Pse mos me e bë? Domethënë, ty të vjen një mesazh për një miku, për një kolegu, një thënie e bukur, pse mos me e shpërnda? Unë besoj që në përgjithësi njerëzit e bëjnë këtë, kryesisht bëjnë shpërndarje në statuset e veta, e kështu me radhë, që është punë e mirë, por në anën tjetër, çdo gjë që bëhet shumë shpesh, shpërndahet shumë, pa kontroll, sidomos në për grupe. Pastaj njerëzit nga dashuria për ta shpërndarë të mirën, çdo link e shpërndan. Mas ne e hub seriozitetin. Edhe njerëzit nuk e përcjellin se thonë çka poston ky, domethënë janë rutinet përsëritura kështu me radhë. Edhe kjo mas ne ty të zbraps nga marrja e dijes. Prandaj mendoj që po shpërndaja për shpërndaja atë që për në met pëlqen, shpërndaja atë ligjërat që për në met te ke dëgju, ka dalë deri si ri me njëherë shpërndaja se unë e kuptoj njëtin, se thot, nashta unë s'moj me dëgju, po tjerë të dëgjojnë. Po mira vlla, edhe tjerët kanë platformën e njëjtë që ti e ke marrë. E mos të bëjmë, domethënë, dijen diçka të pavlefshme. Le ditë dija e vlefshme, e vlefshmëria e saj është kur shpërndahet gjëra serioze dhe të dobishme që ti ke përfitu prej saj më së pari. Dhe sigurisht temë e gjerë edhe kjo, por ka që ishin minutat për... Kribu janë mirë, digitalizimi. Njerëzit ashtë në përcjellin në platforma digitale, i përshëndesim. Dhe kjo emision do të shpërndahet, po besoj shumë, pasi që keni prek kogja disa temat ndjeshme që shoqëria është interesuar. Vërtet, kjo është tim që akoma me elaboru edhe me ekspert tjerë, me sociolog, me psikolog, se ka fusha ndryshme që munden me u trajtu, edhe besoj që veç edhe janë trajtu shumë tema, po sa do pak, se cili prej kandit vetë me dhënë një kontribut, e shpresoj që të kemi takime të ardhshme. Gjithsesi. Faleminderit shumë. Dashur miq, kaq për sonte sa i përket kësaj teme. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.